Qa i ki punt me gjelozi? Shumë keq. Ko. E dita, bre se zoni, dishush si nervës, si mërzit shumë, si... O, që është. Tregoma na i nxari, na i ndodhiso, në des me një që se sene. Po, mu më ka kushtu me jedo më konë gati. Pse? Gjelozia. Pse? Pse ashtu? Kone ke gjelozu? Mu, burën edhe tash nuk jam bashkë me to. Të ka gjelozu ty kosovare? Edhe e mu edhe në ato. Edhe në apu dejtë ndarja. Dhe a mendon që ke marrë një vendim drejt që s'jeni bashkë? E ju. Mërzite shpërtat me rmalli? Shumë. A keni provu të ndonjë psikolog bashkarisht me maj seanca? Zoni bëj shpi vjen shumë mërzit, shumë mabe kosovare. Pa, ke tentu me fol me ta, me gjithë një gjuhët për bashkë, diçka me... E jo, s'mas, as ku më fol me ta, as ku gjejq. Vesh për shkak gjelozis? Po, Po, qka gjelozoj ke? për gjithë shka. Për shembull. Me dal, gjelozoj keme në keq po dal, për të tërkën, ose na i sanë. Po të kuptoj. E ti? Tani ti ja kthej shënjejt edhe ti. Po, normal. Edhe në gjelozish aso në kom desh tepër, edhe hale e du. A thua ashtu e po emisionin ndrimi i dytë moja, ka në emra, do në mja quna i mesazh veç nëse ashtu e po? Jo, se besoj që është të po. Po ndoshta në rrjetet sociale nëse është e kosovare këtë video, qa kështë do është mi thonë? Veç kisha thonë që hale du, edhe veç për ty me ndoj në stop. O, zë, qëfar dashnije, po ka moj there falë një shkonit e një, a din sa psikologën e një që majnë seanca qiftet. Që e një mesazh të i veç nëse pak më do nëse menon për mu, hajde bashkë trajtojemi, që shumë normali me shku të një psikolog me ndoni një, me pas një dashnit madhe, pse mos me trajtu si gjelozin, si smundje, si penges që e keni pas? Nuk e di. Kosovare, të përqafoj shumë. Edhe e ju, e? Qka unë boni mu një mirë në krej këtë mesele, kur shon njerës që dojnë dikon e dashurojnë dikon se dashnia sot nditë sodit u me